janë vargu i atyre njerëzve që para 10 viteve andej i kanë dhonë Molla Jakupit tanë edhe Molla Hasanit tjetër kuj, nasihat ka pak ati këtu se nuk ka nevoj qatë shumë me shtrengu ju, se derja është haram. Kinse na për shtrengojmë ata se derja është haram, pse? Ju apo thoni Allahu ka falë çdo send, apo thoni? Po me po thoni, çdo send e ka kriju Zoti. Leçi e ka kriju, po nëse don me hime mua në landën e besimit me këtë kod pak më thellë, ai është Allahu i jon që besojmë në, i cili se di këta kam dëshim se keme majtë nërmen, kur dilesh për gjamije keme e përzi, kejt e dash ka të da thom tash, kejt ka me të përzi. Pse si e në zanës i shkollës për atë. Para se ti kryon sendet i din qish kanë qenë, kur kanë qenë të pakrijuara, masi ti kryon a i din të krijuara ku janë edhe si janë, kur të vendos a i me i shduk, pastaj masi ti shduk i din, masi ti shduk e të shdukëra si kanë me qenë. A ke majtë men? A më në përstrit me të adhon 1 minutë. Jo 100% jo. Po kështu është qeshtja, pro kejti i ka kriju Allahu gjëlle gjëllalu vë gjëlle shanu, në regull. Edhe derin, edhe atë i ka kriju, e po pse peshtrengon i qatë shumë? Po një herë me një tribun njonit ka vitin 90 i thash. Po mirë bre, ti si t'jeshe ka që i menqur, e nëse je ka që i ditur, unë po të shofë se qenë ke një talent i veçan, edhe kam lakmi të talentat i du shumë, apo me të pyt një sen pra. Po sa pyt rahat, qërto, pyt lirisht, e ma si lirisht po të pyt pra. Kur të vinë misafir tish, ka ju maron, fa kinsh dele, a ban me të therë unë ti ndarë një natë me ta pre një matë se dhatë, Allah e ka kriju. Me ta ka vërdiz mirë. A ban me ta pre një qenë pit dëmit kur të vishte une, se dhatë Allah e ka kriju. Një kitër, a ban me ta pre, a ban me ta maru një vend zogzës një kelps. Edhe këte i ka kriju kejtë Allah, këto të gas një të kuvat që sa maru piktive. Kejtë këto zote i ka kriju, tha ledha, qështu tha, më ki mytë, tha shtë të kam gjallë. Nuk ka qeni mitu, deri tash ke qenë pa shpirt, unë tash të kam di mu që t'jesh i gjallë, të dish me mendu, se nuk janë sendet shi me ndodh t'jashtu.